Pyetja më e pa kuptim sipas meje që e dëgjoj rreth kurbanit është kur vetën imamat sa kushton kurbani si vjet. Shkolla vetë ata i cili e shet kurbanin, ai të kallzon sa kushton. Ka mundësi që një kurban kushton sa që ky kurban, 2, 3. Ama krejt kurbanat në çmim nuk ka kështu musliman. Veç kur është e vren që diçka nuk është në rregull. Krejt shqiptarët me ble kurbanin me çmim, që kjo është kurbani, qysh ka mundësi që një dele me ka njëjtë si me një dele tjetër, ose një dash me ka njëjtë si një dele. Kjo para, nuk ka çmim fix. Të kallzon ai tregtari, ai që i ka dele, të kallzon sa kushton. A din cilin imam ban me vetë sa kushton kurbani si vjet? Imamin i cili shet kurbana. Ka imam, shet kurbana, ata vlla vete. A ban imamin me shit kurbana? Po që të mërim në shqiptarët. Kënin ata në ditën ju thojmë imama qupën në diqka, kur të shumë të shit kurbana, u ba tregtaraj. Neve kur së në bjen fije. Dhe më thanë, një imam nëse shet kurbana, vete sa kushtan hoqë si vjetë. Ama për nryshi sa kushtan kurbani, nuk vetën imamat. Del në pazar, ose shkot aj fqivet që ka dele, vete sa për ma shet një kurban. Ama me vetë sa kushtan kurbani si vjetë, unë e di që nuk e keni fajnë veç jo, se na ju këna mësu që si vjetë është kurbani që kaq, unë e di këta. Po, kënire që ki që ka sjell kënina, sjell edhe kënina, me i dalë në udhe. Që mos i del krukosh në udhe që ki që, se nuk ka çmim për kurbana fix. Se të pa e çmimin fix, për kurbana dhije që diçka, nuk është ka shkon bashkë qështohet. E kurbana është kurbana, musliman, nuk është pasardhak. As nuk është loj, është kurban që jetë e bo për Allahun, kurban për mu afru tek Allahu azza wa jalla.